Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Detyrës i Kosovës, Faton Peci, pas dështimit të seancës konstituive tha se nuk duhet që të ketë vonesa sikurse ka patur për verifikimin e mandateve. Dikush po e qunë imponim, ne nuk po dojmë me imponu, po megjithatë ne po shkojmë në rrugë legale, kushtetuese dhe ligjore. Ne kemi një propozim që e kemi hudh 3-4 herë. Edhe me qenë se mos me vazhdu ai lloj kuptimin votimin e të cilën nuk janë të siguruar numrat e nevojshëm, ne kemi bë një apel edhe një kërkesë që të tejkalojmë këtë gjendje. E tejkalimi i kësaj situate për shkak se është shumë e rëndësishme në radhë parë konstituimi i kuvendit. Për shkak se edhe opsioni i përfolur mes tjerash ose i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës për mundësinë që ne të shkojmë në datën 15 ose 22 qershor në zgjedhje, nuk mund të realizohet pa konstituimin e Kuvendit të Kosovës edhe pa një marrëveshje politike mandej për shpërbërjen e kuvendit. Kuvendi i Kosovës vijon të jetë në përpjekje për konstituim pas zgjedhjeve të fundit parlamentare. Vjen përplasje ndërmjet kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës me kryetarin e nismës social-demokrate. Nëse Fatmir Limaj bëhet shkaktar të vazhdoj bashkëpunimin me Albin Kurtin, atëherë është dorë zgjatur i Serbisë. E kemi zbuluar, edhe një e kemi pasur në ekip dhe nuk e kemi ditur, e pas kemi patur të infiltruar në radhët tona, apelon Ramush Haradinaj. Blau Konjusa kërkon një marrëveshje me partitë politike për zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit, ndonse nuk i ka numrat për të votuar kandidatin e saj. Lëvizja vetëvendosje, padyshim që ka sërish të njëjtin emër, është Albulin Haxhiu, deklaroi Blau Konjusa. Ministri i Detyrës së Drejtësisë Albulin Haxhiu kërkoi që Mile Radojčić dhe 44 paramilitarët e tij të gjykohen në Kosovë për sulmin terrorist në Banjsk me ose pa ekstradim, pas ndryshimeve të fundit në kodin e procedurës penale, të cilat lejojnë gjykimin në mungesë edhe për vepra penale të natyrës së rëndë. Haxhiu theksoi se këto ndryshime mund të zbatohen dhe për sulmin terrorist në Banjsk. Ministri i Detyrës tha se Radojčić është drejtues de facto i listës serbe. Certifikimi i listës serbe për zgjedhjet e fundit ka qenë një gabim i rëndë i pafalshëm, deklaroi Albulin Haxhiu. Ajo ka rikujtuar dhe datën 22 prill 2023, ku sipas saj gjatë paradës së ushtrisë së Serbisë në Batajnic, për krah Mila Radojčićit ishin të pranishëm dhe deputet Igor dhe Slavko Simić, si dhe kryetarët Dalibor Jevdić dhe Gora Rakić. Bota. Vladimir Putin i premtoi të dërguarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Steve Witkoff, të ndalojë pushtimin e Ukrainës përgjatë vijës aktuale të frontit si pjesë e një përpjekje për të arritur një marrëveshje paqe. Putin do të ishte i gatshëm të kufizonte ambicet e tij në 4 rajonet përkatësisht të pushtuara të Ukrainës për shkak të qasjes amerikane për ta njohur krimën si ruse. Pak ditë më parë nga Parisi, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio kërcënoi me tërheqjen e SBA-s nga përpjekjet për paqen, nëse gjatë kësaj jave nuk do të kishte hapa të rëndësishëm nga rusët ose ukrainasit. Të mërkurën Zelenski njoftoi se do të jetë në Londër, ku pritet të zhvillohen bisedime direkte për paqen, ndërsa i dërguari posaçëm amerikan Witkoff pritet që në të njëjtën kohë të jetë në Moskë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.